Vajzat e dyshuara për dhunimin e një 17 vjeçare. Për 19 vjeçaren caktuar masa arrest me burg, ndërsa për 2 të miturat janë konfirmuar arrest në shtëpi dhe shtrim i përkohshëm në spital psikiatrik. Ngjarja ndodhur në 8 qershor u bë publike pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale. Gjykata e Fierit ka lënë në fuqi masat e sigurisë për 3 vajzat e dyshuara për dhunimin e një 17 vjeçareje. Masat janë caktuar duke marrë në konsiderat moshën e secilës prej të dyshuarve, si dhe shkallën e përfshirjes së tyre në ngjarjen e hetuar. Në seancën për verifikimin e masave të sigurisë, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë duke caktuar masën arrest me burg për 19 vjeçaren. Për njërin nga 2 15 vjeçaret u konfirmua masa arrest në shtëpi, ndërsa për të miturën tjetër gjykata vendosi shtrim të përkohshëm në spital psikiatrik, pasi dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor. Madje e mitura është kallëzuar edhe nga nëna e saj pasi e kishte dhunuar. Nëna e 15 vjeçares pohon se shqetësimi i tyre ka qenë i hershëm, që kur vajza ishte nxënëse në një shkollë veçare disa muaj më parë, ajo pohon se kishin nevojë për ndihmë nga shkolla dhe psikologja, por janë përzënë dhe prindërit ju drejtuan zyrës arsimore në Fier. Si zgjidhja ata vendosen ta dërgonin në një shkollë private, ku vajza nuk shkoi asnjë ditë, pasi ndihej bullizuar. Drejtoria na nxorri për jashtë. Bashkë me vajzën? Bashkë me bashortin. Zhdukej për jashtë. Nxorri vajzën, nxorri dhe ne. Pati psikologa aja qeshte me ne, është një psikologe. E çun gocën në shkollë tjetër, goca nuk pranoi. Edhe kaq. Ngjarja e rënë ndodhi më datë 8 qershor në banesën e 19 vjeçares, ndërsa u bë publike vetëm disa ditë më parë në rrjetet sociale. Njëra prej vajzave ka regjistruar të gjithë skenën, ndërsa 2 të tjerat kanë dhunuar 17 vjeçaren. 50 vjeçari Edmond Ali Sula u ekzekutuar me një plumë në shpinë sapo mbriti në oborin e banesës së tij në Bërzull të Vorrës. Hetuesit dyshojnë se autori qelloi nga një distancë 30 deri në 50 metra me një push me dylbi pasi kishte vëzhguar lëvizjet e viktimës. Policia po heton disa pista, përfshirë konfliktet e fundit dhe aktivitetin e mëparshëm të Sulës në fushën e pasurive të paluajtshme. Sapo zbriti nga makina e tij në oborin e shtëpisë për t'u futur brenda, 50 vjeçari Edmond Ali Sula u qellua me tek plumb në shpinë, duke e lënë të vdekur në vend. Atentati ndodhi pak pas mesnaten në fshatin Bërzull të Vorrës. Dyshohet se autori ka qelluar nga një distancë nga 30 deri 50 metra, duke përdorur një pushk të gjatë të pajisur me dylbi. Familjarët kanë deklaruar në polici se ndodheshin brenda në banesë në momentin e ngjarjes, por nuk kanë dëgjuar zhurmë të fortë që t'i bënte të kuptonin se ishte qelluar me armë. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se viktima dyshohet se ka qenë në nënvëzhgim prej autorëve, të cilët kanë studiuar lëvizjet e tij dhe kanë pritur momentin kur ai mbërriti në banesë për ta ekzekutuar. Autorët kanë shfrytzuar momentin më të përshtatshëm për ta kryer krimin, kur e gjithë vëmendja e policisë ishte te siguria dhe mbarvajtja e koncertit të Kanye West. Uniformat blu kanë sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë dhe po bëhet qyrja e tyre për të kuptuar lëvizjet që ka bërë pak para ekzekutimit viktima, si dhe për të identifikuar autorin apo edhe bashkëpunëtorët nëse ka pasur. Burime pranë grupit hetimor bën me dije se Edmond Sula rezulton të jetë proceduar vite më parë për veprën penale të moskallëzimit të krimit në lidhje me një ngjarje të rëndë kriminale të ndodhur në zonën e Myslimshyrit në Tiranë. Hetimet janë përqendruar tashmë edhe te një konflikt i fundit që 50 vjeçari dyshohet se kishte pasur me disa persona. Paralelisht, oficerët e policisë po verifikojnë të kaluarën, kontaktet dhe lëvizjet e viktimës. Një nga pistat që po hetohet lidhet edhe me aktivitetin e mëparshëm të viktimës në fushën e shitblerjeve të pronave. Ekzekutohet me armë zjarri teksa po udhtonte me automjet në Dukaqin 42 vjeçari Aleksandër Koçeku. Shkak dyshohet gjakmarrja pasi vllai i tij kishte kryer një vrasje në vitin 2017. Ndërkohë mësohet se 42 vjeçari hetoi edhe për vrasjen e Pavlin Prekës. Një atentat me bërshëri plumbash i mori jetën shtetasit Aleksandër Koçeku. Ngjarja ndodhi në aksin Kir Prekal. Viktima dyshohet të jetë qelluar për gjakmarrje. 25 këzhoj automatiku, të gjitha të qelluara nga e njëjta armë, janë sekuestruar në vendin ku vra Aleksandër Koçeku në fshatin Lin, në zonën e Karmës së Kirit, përgjatë aksit Kir Prekal. Ka qenë një kalimtar i rastit i cili ka konstatuar automjetin me viktimën brenda, duke njoftuar policin.
40 vjeçari lëvizte me kujdes për shkak të gjakmarrjes dhe punonte në një furrë buke. Në zonën ku ndodhi atentati mungojnë kamerat e sigurisë, çka e vështirësojnë zbardhjen e ngjarjes. Pista kryesore ku janë përqendruar hetimet lidhet me një vrasje të mëparshme, ekzekutimin me armë zjarri të Angelin Shkambit në dhjetor të vitit 2017. Atëherë vëllai i viktimës Artan Koçeku qelloi Shkambin me 10 plumba, pasi e kishte thirrur në një takim. Sipas dosjes hetimore të asaj kohe, konflikti lidhej me një borxh prej 40.000 eurosh, por edhe me një tjetër çështje nderi, pasi viktima kishte pasur një lidhje me motrën e vëllezërve Koçeku. Aktualisht Artan Koçeku po vuan dënimin për këtë vrasje. Familjarët e Aleksandër Koçekut deklaruan se dyshojnë se atentati është kryer për gjakmarrje, duke e lidhur pikërisht me vrasjen e 9 viteve më parë. Na këllaj konflikt si e dini edhe ju për shkak se na këna njën burë të pëllat punë, si ka pas i zhak bërë që dikunë. Si e dini edhe ju, thëmë. Dhe të gjithë kush për shkak. Për tjetër gjë unë se di. Ndërkohë Aleksandër Koçeku, që mbeti viktimë e plumbave, ishte person nën hetim edhe në dosjen e vrasjes së Pavlin Prekës, ngjarje ndodhur vitin e kaluar, ndërsa prokuroria e Shkodrës pak ditë më parë zgjati me 3 muaj afatet e hetimit për këtë çështje. Nga Kiri, për A2 CNN, Senat Nikshiqi. Mashtrimet online po rriten ndjeshëm duke përdorur oferta joshse dhe mesazhe të rreme për të marrë të dhënat personale dhe bankare të qytetarëve. Shoqata e bankave paralajmëron se skemat përfshin linqe të rreme dhe njoftime për pako që çojnë fonde drejt llogarive të mashtruesve. Bankat u bën thirrje qytetarëve të mos ndajnë asnjë dhënë sensitive dhe të shmangin çdo komunikim nga burimet pa njohura. Pas një oferte jorse në dukje nga një biznes apo tregtar mund të shihet një mashtrues. Shoqata e bankave ngre shqetësimin për vjedhjet në internet në rritje që lidhen me përdorimin e të dhënave personale dhe bankare për të kryer veprime online. Ajo që ndodh në fakt është që nëpërmjet mesazheve apo emaileve sugjerohen linqe që duhet të klikohen dhe hap pas hapi kërkohet informacion që të plotësohet. Dhe informacioni ka të bëjë me të dhënat personale dhe me të dhënat që lidhen me sigurinë. Veprimi realisht kryhet si për çdo veprim tjetër të vërtet. Vetëm se faqja që shfaqet nuk është faqe reale, është faqe rem dhe fondet adresohen atje ku duan mashtruesit. Në raste të tjera qytetarët mashtrohen edhe nga mesazhe që tregojnë se për ta ka një pako, por duhet të saktësojnë të dhënat për ta marrë atë. Të gjitha këto mesazhe apo dhe në disa raste dhe në emaile në adresat personale, janë mirëfillti skema mashtrimi, por që për shkak të njohurive apo dhe kuriozitetit të tepruar në disa raste, individët i hapin dhe kemi raste që disa kanë edhe pre e këtyre skemave mashtruese. Bankat u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të mos japin askujt të dhënat e llogarisë së tyre bankare. Çdo mesazh i tillë që vjen, duhet shirë me njëherë. Mos e tregohet asnjë lloj kurioziteti për ta hapur dhe për të parë se çfarë është ky link apo çfarë është kjo ftesë që të vjen. Mos ju përgjigj asnjë teksti që duket sikur vjen nga institucion financiar apo nga një tregtar tjetër që ka të bëjë me përditësimin e të dhënave të tua, të llogarisë apo të kartës. Nuk mund të ndahet asnjë e dhënë e kartës e llogarisë me askënd tjetër. 3 tipologji kryesore të identifikuara të mashtrimit online kanë të bëjnë me ofertat jorse duke përdorur emra dhe marka të mirënjohura tregtarësh. Ka ofertat rreme gjoja nga një dyqan, si dhe mashtrime përmes mesazheve që ka ardhur një pako por pagesa duhet bëhet online me kartë. Të nesërmen e koncertit të Kanye West në Tiranë, kryeministri Rama doli përsëri në mbrojtje të vendimit të qeverisë për të shpenzuar 4 milion euro me qëllim që koncerti të mos anulohej. Rama e quajti këtë një investim në imazhin e Shqipërisë, që rrezikon të pësonte një tjetër goditje në përpjekjet e saj për të kthyer në epiqendër të turizmit në rajonin tonë. Po, ato 4 milion euro ishin investim. Investimin e të rast, shpjegoi Edi Rama, ishte për të mbrojtur turizmin dhe ekonominë e vendit nga një tjetër goditje. Gjitha, investim për të mos hapur një plagë të re, mos besimi ndaj një Shqipërie ku i kanë sy të gjithë. Të nesërmen e koncertit të Kanye West në Tiranë, kryeministri shpjegon se ishte sulmi ndaj këtij eventi që detyroi qeverinë të rimbursonte biletat e pashitura. 4 milion eurot nga arka e shtetit nuk i nxori koncerti,
po i nxori sulmi. Agresioni i verbër për ta shkatruar koncertin. Protestat janë një burim energjie për demokracinë, por nuk ka asnjë shans që ne të pranojmë t'i nështrohemi dhunës. Sipas kryeministrit, protesta e qytetarëve ka krijuar tashmë dëme për turizmin, ku vjet re reduktimi i vizitorëve. Parafituroni se si ka shkuar ky mesazh tek ata të huaj që kanë rezervuar të vinë në javët e muajit në vijim dhe ndërkohë ishin duke menduar anullimin e rezervimeve për pushime për shkak të protestës. Siç ndodhi në qershor, ku pas një maj fantastik, prurje të ranë, duke goditur në fakt ekonominë e shumë familjeve që jetojnë me turizmin. Dhe merrim me mend tani se çfarë impakti negativ do të kishte anullimi i koncertit më të madh që Shqipëria ka organizuar ndonjëherë. Teksa përsëriti gatishmërinë e qeverisë së tij për të dëgjuar shqetësimet e drejta të qytetarëve, Ravan pohon se nuk do të pranojë asnjëherë shantazhimin. Kanye West dhuroi një spektakël elektrizues në stadiumin Eagle në Tiranë, ku fansat e shoqëruan në performancë duke kënduar hitet e tij. Koncerti zhvillohet me një debat të fortë për përdorimin e fondeve rezervë, ndërsa qeveria shesi një investim të jashtëzakonshëm, jo vetëm ekonomik, por edhe promovues të Shqipërisë. Kanye West mbi glob, skena tipike dhe vizionare e performancave të reperit me famë botërore, la gjurmët e saj edhe në Shqipëri. Në stadiumin Eagle, fansat të mbërritur nga disa vende të botës, por edhe Shqipëria, shoqëruan këngëtarin duke kënduar hitet e tij. Kjo prani spikati edhe pse zyrtarisht u shitën vetëm 28.000 bileta nga 60.000 vende që kishte gjithsej stadiumi. Përpara se të ndiste dritat e skenës, artisti i njohur u prit në takim të veçantë nga kryeministri Edi Rama në selinë qeveritare. Ky koncert u mbajt teksa në vend po zhvillohet një debat i fortë për alokimin nga qeveria të 4.2 milion eurove nga fondi rezervi shtetit për këtë event. Një lëvizje që kryeministri e ka mbrojtur duke thënë se shmangu dështimin e koncertit dhe se vendi do të fitojë shumë më tepër nga turizmi dhe imazhi që i bëhet Shqipërisë në këtë rast. Pikërisht për këtë fond, opozita dhe kreu i Shqipëria bëhet ka ndërmarr hapa ligjor. Adriatik Lapa e çoi aktin në gjykatën kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të qeverisë, ndërsa Partia Demokratike ka paralajmëruar kallëzim në SPAK. Gjatë koncertit, Partia Demokratike shpërndau dhe një video në rrjetet sociale, ku fansat u shfaqën me thirrjen Rama jepet dorëheqjen. Refren që u dëgjua edhe më pas me largimin e tyre nga stadiumi. Mirë, sot zhvillohet protesta e 43 me radhë në kryeqytet, ku protestuesit grumbullohen përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit Edi Rama. Për të mësuar më shumë detaje se a ka nisur grumbullimi, do të lidhemi menjëherë me sheshin Skënderbej, aty ku ndodhet gazetari aty CNN Iglit Çelmeta. Iglit, përshëndes. Përshtypjet e para, pra në këto minutat para të grumbullimit të qytetarëve në sheshin Skënderbej, a ka nisur grumbullimi dhe si duket situata në këto momente krahasuar edhe me grumbullimet e ditëve të tjera, apo gjithmonë duhet të mos largojmë pra edhe faktin që ditët janë të nxehta këtë korrik? Përshëndetje Andi, në sheshin Skënderbej ka nisur dhe grumbullimi i qytetarëve të parë për të zhvilluar protestën e tyre të 43 radhës. Ashtu siç ka ndodhur edhe në protestat e mëparshme, fillimisht pra qytetarët të mblidhen në sheshin Skënderbej dhe më pas të organizuar nga aktivisti Arben Kola nisin marshimin në drejtim të kryeministrisë. Siç duket edhe nga pamjet e drejtpërtreta që përcjell operatori i A2 CNN Steven Meshini, ka nisur pra grumbullimi i parë
qytetarëve protestues në shesin Skënderbej, duke pritur pra edhe qytetarë të tjerë, edhe nga grupi organizator dhe më pas për të nisur marshimin e tyre deri te kryqëzimi te Ministria e Brendshme, më pas aty mblidhen sërish dhe nisin marshimin në drejtim të kryeministrisë, aty ku më pas pra zhvillojnë protestën e tyre duke mbajtur fjalime. Pasi përfundojnë fjalimet, qytetarët më pas nisin marshimin e tyre protest në rrugët e kryeqytetit, itinerari i cili është i ndryshëm nga dita në ditë. Kërkesa kryesore e qytetarëve vijon të jetë dorëheqja e kryeministrit Rama dhe krijimi i një qeverie tranzitore 12 mujore për 43 protesta radhazi. Edhe në protestën e sotme pritet të jetë i njëjti skenar pra si në protestat e mëparshme, por sa i përket itinerarit të marshimit protest, ky fakt pra njoftohet pas përfundimit të fjalimeve në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë poshtë zyrës së kryeministrit Rama. Pra, le të themi, nuk ka ndonjë ndryshim pra në organizimin e sotëm, ndryshe nga 48 ditët e tjera. Jo, nuk ka një ndryshim, do jetë i njëjti skenar i zhvillimit të protestës, si në 42 protestat e mëparshme dhe protesta 43 të radhazi do të jetë e njëjtë. Ndërkohë sa i përket të procedimeve penale nga policia e shtetit, sa i përket protestuesve, kemi parë që në 4 protestat e fundit, policia nuk ka proceduar penalisht pra qytetar protestues, ku në protestat e mëparshme i ka proceduar për disa vepra penale, për manifestime dhe tubime të paligjshme, prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe pengim i qarkullimit të automjeteve në kryeqytet me arsyetimin sipas policisë së Tiranës se leja e zhvillimit të protestës pra është nga ora 19 deri në orën 22 dhe ky afat i caktuar nuk është respektuar nga protestuesit, po ashtu edhe perimetri i zhvillimit të protestës sipas policisë së Tiranës duhet të jetë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në kohën kur protestuesit zhvillojnë marshimin protest sipas policisë kanë penguar qarkullimin dhe për këtë arsye pra rreth mbi 160 procedime penale në total janë kryer nga policia e Tiranës dhe materialet janë referuar në prokurorin e Tiranës. Pikërisht për atë që thatë, sapo thatë pra për respektimin e perimetrit, ditën e dieshme kishte një devijim Igli pikërisht të marshuesve, pra apo ishte lidhur me performancën e këngëtarit Kanye West. Ka ndonjë reagim nga policia për pikërisht për atë mos respektim të perimetrit ditën e dieshme? Për mos respektimin e perimetrit të zhvillimit të protestës pra ditën e djeshme, nuk ka ende një reagim zyrtar nga policia e Tiranës. Reagimi i djeshëm i qytetarëve protestues pra zgjedhja një perimetri ndryshe të zhvillimit të protestës kishte lidhje edhe me zhvillimin e koncertit ditën e djeshme të këngëtarit të Kanye West, një koncert i cili nuk është pritur mirë nga qytetarët protestues, të cilët prej ditësh kanë qenë kundër zhvillimit të këtij koncerti në vendin tonë. Qartë, mirë, të falenderoj Igli, ne do të lidhemi përsëri kur të filloj edhe marshimi pra drejt kryeministrisë i protestuesve. Valet e nxehtit madh ka shkaktuar mbi 1300 vdekje të papritura në Europë. Shqipëria nuk ka dhëna zyrtare për humbjet e jetës nga nxehti, por mjekët bëjnë thirrje për kujdes të shtuar nga të gjitha grup moshat, veçanërisht në orët e pikut. Bëni kujdes nga temperaturat e larta të këtij sezoni. Vapa mund të shkaktojë probleme serioze jo vetëm tek personat kardiak, por edhe tek individët e shëndetshëm dhe sportiv. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj tregon se mbi 1300 vdekje të papritura në Europë janë të lidhura me të nxehtin. Shqipëria nuk ka të dhëna zyrtare për humbje jete nga temperaturat e larta, por në spitale dhe urgjenca është rritur fluksi pacientëve. Janë shtuar me rreth 250-300 thirrje në 24 orë. Ajo që më bëri përshtypje e që pash këto 2 ditë e fundit është gati 100 vizita më shumë në banesë. Sigurisht janë të lidhura me vapën, me të nxehtin në temperaturat e larta. Pacientët kronik dhe veçanërisht personat që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare janë mjaft të rrezikuar nga temperaturat e larta. Jo vetëm duhet të shmangin daljet në orët e pikut, por rekomandohet hidratimi mirë i trupit me lëngje dhe kripra minerale. Dehidratimi shkakton trashje të gjakut. Trashja e gjakut shkakton rrezikun e krijimit të trombeve. Duhen eliminuar oraret nga ora 11 me 17, ku është piku i vapës. Efekti është shumë herë më i madh, sepse veç dehidratimit janë të goditja nga dielli dhe temperaturat e larta, të cilat kanë pasojë akoma më të rënda në sistemin nervor qendror.
I mundaj të nxehtit nuk janë as personat e shëndetshëm, apo ata që merren rregullisht me sport. Doktor Brata i rekomandon ulje të ngarkesës fizike në këto ditë të nxehta vere. Ka njerëz që janë të shëndetshëm, që janë sportiv, dhe duke qenë sportiv, siç e thash pak më parë, ndihen të pamposhtur dhe bëjnë aktivitet fizik në këto temperatura të larta, që dehidratimi është akoma më i përshpejtuar. Prishjet e ekuilibrit çon në aritmi, dhe aritmit janë vdekjeprurse. I nxehti verës ka rritur problemet kardiovaskulare dhe goditjet nga dielli, kryesisht tek të moshuarit dhe pacientët kardiak. Edhe pse në këto ditë janë ulur disi temperaturat, fenomeni Super El Niño pritet të rikthehet. Në këto ditë të nxehta, kondicioneri është i vetmi shpëtim, por pensionistët e kanë të vështirë të përballojnë faturën. Qytetet bregdetare si Vlora kanë bekimin e detit, ku jo vetëm turistët, por edhe të moshuarit vendas gjejnë freski. Temperaturat e larta edhe të kësaj vere ndjen më pak në qytetet bregdetare. Në Vlorë, përveç turistëve, edhe vendasit kanë fatin të shfrytëzojnë detin për të gjetur freski, sidomos të moshuarit, që nuk e përballojnë dot faturën e kondicionerit. Ne kemi problemin e zero, vlla, ne dalim që në mëngjes, futemi në det, rrim nga një orë aty, po shikit këto muhabete. Pra, e vetë një mundësi është plazhi, gjithë? Po, për neve, po. Po nëse nuk do ta kishim plazhin e vetë? Do kishim vdekur. Vini shpesh, kemi thuar? Po, ditë për ditë. Ditë për ditë. Pa plazhin si mund ja bëni? Pa plazhin do zjemi me plakat. E vetë një zgjidhje për ta kaluar vapën deti është? Po, është për të freskuar, se s'ke ku e kalon ndryshe. Kur s'ke ujë në shtëpi me çfarë do freskohesh? Tu e kalon shumicën e kohës? Këtu e kaloj. Shumë vap të madhe mbi 40 gradë thuaj. Nuk është aq vap këtu në bregun e detit, ne nuk kemi aq shumë vap, me thënë vërtetën nuk e kalojmë keq. Temperaturat janë 34-35 gradë jashtë. Po momentalisht mendon se deti që vetëm janë mënyrë për ta zbeur pak të vapën e? Më mirë nuk ka. Më mirë nuk mund të bëhet se sa në bregdet. Temperatura do të shkojë. Jo, sot më duket më mirë. Nuk është. E ka dhënë për 40 gradë. Nuk është 40 gradë. Temperaturat kanë qenë të larta në Vlorë edhe për gjatë fundit të muajit qershor, ndërsa sipas meteorologëve është parashikuar që kurriku edhe në vazhdim të ketë vërtet ditë të nxehta. Qytetarët e Vlorës, pushuesit dhe turistët, detin e kanë zgjidhen me pak kosto, që u mundëson të përballojnë muajt më të nxehtë të vitit. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar 140 vende të ndryshme ushtarake të Iranit si kundërpërgjigje për mbylljen e ngushticës së Hormuzit dhe të ngacmimit të anijeve. Ndërkohë Teherani kërcënon hapur liderin amerikan Trump, kryeministrin izraelit dhe kryeministren italiane. Kur Hormuzi mbyllet, lufta rihapet. Ushtria amerikane ka sulmuar ashpër Iranin duke goditur 140 shënjestra të ndryshme ushtarake. Sipas komandës qendrore, objektivat përfshinin vende, raketash dhe dronësh, asete detare, depo municionesh, rrjete komunikimi dhe poste mbikëqyrjeje bregdetare. Reagimi i Shteteve të Bashkuara vjen pas një sulmi ndaj një anije tregtare që po kalonte nëpër ngushticën e Hormuzit, për të cilën fajsoi trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Ky shënon raundin e tretë të bombardimeve amerikane brenda një jave dhe vjen pasi udhëheqësit e të dyja vendeve lëshuan kërcënime publike për shkallëzimi i ri, sjell njëkohësisht njoftimin e Iranit për një mbyllje të re të ngushticës. Media shtetërore iraniane pretendoi se forcat e saj ishin hakmar duke synuar vendet dhe asetet ushtarake amerikane në Kuvajt, Katar dhe Bahrein. Hakmarrja është e pashmangshme. Këto janë 4 fjalët kërcënuese në persisht në një seri prej 13 fotosh të liderëve botror të veshur me kostume portokalli, tipike për të burgosurit amerikan, të botuara nga gazeta iraniane Hamshari. Përveç kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, të vetmi që kanë një shënjestër të shtypur në ballë është edhe kryeministre italiane Giorgia Meloni, dhe aty shkruhet gjithashtu: kriminalët do të marrin në varre dëshirën për një vdekje paqësore, një mënyrë jo aq e fshehur për të nënkuptuar se ata duhet presin një vdekje të dhimbshme, si pasojë e bashkëpunimit të tyre të dyshuar në sulmet që shkaktuan vdekjen e ish-udhëheqësit suprem të Iranit Ali Khamenei. Senatori republikan në Shtetet e Bashkuara Lindsey Graham ka ndruar jetën moshën 71 vjeçare pas një sëmundje të papritur. Zyra e tij ka lëshuar një deklaratë ku thuhet se ai vdiq të shtunën në mbrëmje, duke shtuar se familja e Graham kërkon privatësi gjatë kësaj periudhe tepër të vështirë. I zgjedhur në Senat në vitin 2002, politikani nga Karolina e Jugut
ishte një nga zërat më me ndikim të Washingtonit të politikën e jashtme dhe një aleat kyç i Trump, ai sapo ishte kthyer nga Kievi ku u takua me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky të premten. Nuk ishte shqetësime të njohura shëndetësore përpara udhëtimit të tij. Në një postim në rrjetet sociale, presidenti i SBA-ve Donald Trump tha se Graham ishte një patriot i vërtet amerikan. Ukraina ka sulmuar 14 anije të Rusisë në vetëm një ditë duke tmerruar vendin e drejtuar nga Vladimir Putin. Zyrtarët në Kiev thonë se në vetëm një javë kanë shënjestruar mbi 90 anije me karburant dhe mallra që furnizojnë makinerinë e luftës. Ukraina po tmerron Rusin. Forcët e sistemeve pa pilot të Kievit goditën 14 anije të tjera ruse në detin Azov gjatë natës së 12 korrikut, duke çuar numrin e përgjithshëm të anijeve të shënjestruara gjatë një fushate një javore me dron në 90. Sipas komandantit Robert Madiar Brovdi, operacioni i fundit kishte në shënjestër 10 anije cistern dhe 4 tragete. Ai tha se operatorët ukrainas të dronëve goditën gjithsej 90 anije ruse të llojeve të ndryshme, midis 6 korrikut dhe 12 korrikut, duke sulmuar mesatarisht një anije cistern, rimorkiator, traget ose anije mallrash çdo 112 minuta. Brovdi tha gjithashtu se provat nga një operacion tjetër i zhvilluar gjatë natës në Krimen e pushtuar do të publikoheshin më vonë. Besohet se afërsisht 120 anije ruse operojnë në detin Azov, shumica prej të cilave anije mallrash. Zyrtarët Ukrainas thonë se fushata e vazhdueshme detare me dron synon që të prish logjistikën dhe transportin e karburantit rus që mbështet operacionet në territoret e pushtuara të Ukrainës. Më parë Rusia pëzulloi përkohësisht transportin civil përmes ngushticës së Kerçit dhe kanalit të transportit detar Don Azov pas një serie sulmesh me dron të Ukrainës. Një tajfun i fuqishëm ka goditur Kinën, i dyti brenda një jave, me gati 2 milion njerëz të evakuar nga zonat në rrugën e Suisë. Tajfuni Bavi, i cili shtrihet në 1000 km në pikën e tij më të gjerë, afërsisht agjerësia e Francës, preku tokën në qytetin bregdetar të Taizhou, të shtunë në mbrëmje përpara se të zbarkonte për të dytë në Hangzhou rreth mesnatës. Pasi goditi një zinxhir ishujsh të largët japonez, ai solli rreshje të rrëmbyeshme shiun Tajvan, ndërsa kaloi përtej skajit të tij verior. Shqitjet e dheu të shkaktuara nga stuhia vranë të paktën 17 persona në Filipine. Më shumë se 1.7 milion njerëz u evakuan në Zhejiang dhe mijëra të tjerë në provincat fqinje. Shkollat, puna dhe aktivitetet në natyrë janë pezulluar, ndërsa 400 fluturime dhe 10 shërbime treni janë anuluar. Dy dokumentar të shkurtër i sjellin ritualin tradicional shqiptar të gjamës së burrave dhe magjinë e kodikëve të Beratit përmes animacionit. Produksionet u prezantuan në Shtëpinë e Europës si gjurmë të identitetit dhe kulturës shqiptare. Duke ndërthurur kërkimin historik, rrëfimin, muzikën dhe teknikat bashkëkohore audiovizuale, dokumentarët dëgjëmon dhe librat e dritës rrëfejnë atë pjesë të trashëgimis kulturore, jo materiale shqiptare, që duket e lënë diku aty mes brezave, e heshtur, por që duhet të jehoj si forcë e identitetit. Mauro Zace, artist dhe regjisor, shpjegon së bashku me historianin Andi Pinari se sa rëndësi ka që të mos i lëmë në arrest artistike elementet e identitetit dhe kulturës sonë. Fakt e shoh si një realizim shumë të mirë atë që ju keni bërë, sepse në një mënyrë ose një tjetër mund ta shpërndajmë tashmë përmes këtyre metodave tani më të fundit, përmes teknologjisë, përmes rrjeteve, që kjo histori të bëhet e njohur, që kjo histori të dihet. Do thot dikush çfarë vlerë ka. Nuk ka vlerë në vetvete ajo gjama atje në veri ku vazhdon të bëhet, po ka vlerë për gjithë ne që të kuptojmë se si ai solidariteti ynë i shprehur në gjitha format e mundshme nga veriu nuk e nga do në Shqipëri, të mund të vazhdojë si traditë. Është shumë e mirë, është shumë e këndshme, është shumë e rëndësishme, është shumë, si thua, qetësuese, ngushëlluese nga një formë në një formë tjetër. Librat e dritës, një projekt i kinastit Damian Murat, ai po ashtu mbërriti si një film i shkurtër rianimuar, që sjell në jetë historinë legjendare të shpëtimit të kodikëve të Beratit përmes figurës Skuripekut, një qytetar i zakonshëm që rrezikon gjithçka për të mbrojtur këto dorëshkrime të çmuara nga pushtuesit.
Më shumë se një film, se film është fjalë e madhe, unë doja të bëja një rrëfim që t'ju shërbej brezit të ri. Pra është një film me një target shumë të qartë, të rinjt, dhe ajo për mua që ishte challenge e përdorimit të teknologjive të reja. Të dy filmat e animuar janë projekte fituese që delegacioni evropian mbështet për të rrëfyer rënjët e identitetin përmes artit. Pentagoni publikoi një numër të konsiderueshëm dosjesh që lidhen me UFO të njohura edhe si objekte fluturuese të paidentifikuara, duke përfshirë një raport nga një aviator ushtarak, i cili tha se një objekt misterioz ishte ndryshe nga çdo gjë që kisha parë në 28 vjet shërbim. Rreth gjysma e dosjeve datojnë nga viti 2010, me video që tregojnë pamjet infrakuqe të kapura nga kamerat ushtarake. Pentagoni publikoi të premte një numër të konsiderueshëm dosjesh të lidhura me UFO-t, të njohura dhe si objekte fluturuese të paidentifikuara, duke përfshirë një raport nga një aviator ushtarak, i cili tha se një objekt misterioz ishte ndryshe nga çdo gjë që kishte parë në 28 vite shërbim. Midis skedarëve të publikuar janë dy video që datojnë që nga viti 2025. Të regjistruar nga sensor ushtarak infrakuqe, e para tregon një objekt të ngjashëm një yll me 6 cepa që fluturon mbi detin e verdh. E dyta shfaq një objekt me formë të papërshkrueshme që fluturon mbi detin e Kinës Lindore. Publikimi i së premtes përfshin gjithsej 40 skedar, 14 dokumente, 19 video, 4 skedar audio dhe 3 imazhe. Zbulimi është i ngjashëm me publikimet e kaluara, një përzierje dokumenteve dhe videove historike, kryesisht e paredaktuar me skedar të tjerë që detajojnë ngjarjen më të fundit. Një dosje e rëndësishme nga departamenti i energjisë detajon një ndërhyrje nga një objekt i paidentifikuar në hapësinë ajrore me një strukturë armësh bërthamore të njohur si Pantex pranë Teksas në shtator 2015. Dokumenti përfshin rrëfimin e dy oficerëve që ndoqën objektin, ndërsa objekti bërthamor ishte vendosur në bllokim. Edhe pse nuk arritën të kapnin objektin, ata ndaluan automjetin dhe dolën. Pasi dolën jashtë, ata vunë se objekti nuk bënte asnjë zhurmë. Për më tepër oficerët deklaruan se nuk kishin në gjendje të identifikonin asnjë lloj sistemi shtytës në objekt, ndërsa përdorin dylbi për ta vlerësuar objektin, theksojnë në raport. Rreth gjysma e dosjeve datojnë që nga viti 2010 ose më vonë, me video që tregojnë pamje infrakuqe të kapura nga kamerat ushtarake. Imazhe tregojnë objekte të takime të pashpjegueshme nga gjithë bota, duke përfshirë mbi oqeanin paqësor, Atlantikun dhe lindjen e mesme. Lidhe me përsëri me kolegun Igli Qelemeta drejt pikërisht nga sheshi Skënderbej për të mësuar akoma më shumë pra a ka nisur të grumbullohen pra qytetarët për të nisur më pas marshimin drejt kryeministrisë atje ku protestojnë për ditën e 43 pra largimin e panegociueshëm të kryeministrit Rama. Igli, jemi 30 minuta pas orarit bërë publik nga organizatorët për të grumbulluar qytetarët pra në sheshin Skënderbej. Si paraqitet situata në këto momente? A ka nisur grumbullimi apo jo? Po andi vijon grumbullimi i qytetarëve pra në sheshin Skënderbej më pas për të nisur marshimin e tyre në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë poshtë zyrës së kryeministrit Rama për të zhvilluar protestën e tyre të 43 radhas. Edhe pse kanë kaluar 30 minuta nga nisja e orarit zyrtar pra të zhvillimit të protestës, ende grupi organizator në sheshin Skënderbej të udhëhequr nga Arben Kola vijon pra të presin grumbullimin e qytetarëve për të nisur për pak minuta më pas marshimin e tyre në drejtim të kryeministrisë pra për të zhvilluar protestën e 43 radhazi me dy kërkesat kryesore, dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie 12 mujore tranzitore. Pritet të shohim se cila do të jetë tema e protestës së sotme, ku ditën e djeshme pra tema kryesore epiqendra e zhvillimit të protestës ishte koncerti i këngëtarit Kanye West, ku qytetarët të protestues prej ditësh janë shprehur kundër zhvillimit të këtij koncerti, i cili u mbajt ditën e djeshme pra në Kashar. Edhe ditën e djeshme përpara kryeministrisë, qytetarët përveç fjalimeve të shumta kundër zhvillimit të këtij koncerti, mbajtën edhe pankarta në duar kundër kryeministrit Rama, pasi kanë akuzuar pra qeverinë se ka harxuar 4.3 milion euro për zhvillimin e një koncerti nga fondi i emergjencave. Kjo ka sjellë edhe reagimin e kryeministrit Rama ditën e sotme, kundër të tjera ai ka theksuar. E vërteta e 4 milionçit është edhe më plot se kaq.
është edhe me plot për te asaj që bëm ne, sepse ato 4 milion euro nuk do të kishin dal nga arka e shtetit, po të mos ishin bërë kërcënimet, shantazhet, fushatet e bullizimit dhe histeria e dhunshme e rrjeteve sociale ku një pakicë njerëzish kujton se mund të imponohet me terror gjuhësor një vendi të tërë qeverisë, sipërmarrjeve dhe kujdo që nuk mendon se ata që e mishërojnë atë pakicë. Sipas kryeministrit Rama, më tej vijon 4 milion euro nga arka e shtetit nuk i nxori koncerti, por i nxori sulmi, agresioni i verbër për ta shkatruar koncertin. Më tej Rama vijon reagimin e tij. Parafytyroni se si ka shkuar ky mesazh tek ata të huaj që kanë rezervuar të vinë në javët e muajit në vijim dhe ndërkohë ishin duke menduar anulimin e rezervimeve për pushime për shkak të protestës, siç ndodhi në qershor, ku pas një maj fantastik, prurjet e turizmit pra ranë, duke goditur në fakt ekonominë e shumë familjeve që jetojnë me turizmin dhe merri me mend tani thotë se çfarë impakti negativ do të kishte anulimi i koncertit më të madh që Shqipëria ka organizuar ndonjëherë, përfundon reagimin e tij ditën e sotme në rrjetet sociale kryeministri Rama, duke quajtur një sukses pra zhvillimin e koncertit të këngëtarit të huaj Kanye West, ku ditën e djeshme pra në protestën e 42 të radhazi ishte epiqendra e temës së qytetarëve protestues, duke mbajtur fjalime dhe pankarta në duar kundër zhvillimit të këtij koncerti, ku kryeministri Rama në reagimin e tij thotë që protesta ka dëmtuar turizmin në qershor dhe se kanë rënë numri i vizitorëve për shkak të zhvillimit të protestës, madje sipas tij protestuesit kërkonin që të dëmtonin edhe imazhin e Shqipërisë pra për zhvillimin e koncertit nga këngëtari Kanye West. Do doja Iglit flisnim për ato pak minuta përpara ato minuta grumbullimi përpara marshimit drejt kryeministrisë. Ju përmendet pikërisht një nga organizatorët Arben Kola, por do doja dija çfarë mesazhesh përcillen nga organizatorët në prag të marshimit. Pra si bëhet pra organizimi pikërisht në sheshin Skënderbej? Po andi, edhe në protestën e sotme të 43-ën radhazi, si në 42 protestat e mëparshme, është i njëjti skenar i zhvillimit pra të protestës nga qytetarët të protestues. Mbledhja fillimisht në sheshin Skënderbej, ku vjen aktivisti Arben Kola dhe qytetarët që mblidhen dhe ngrumbullohen në sheshin Skënderbej nisin thirrjet e tyre me pankarta në duar, ku thirrja kryesore e tyre është dorëheqja e kryeministrit Rama, thirrja Shqipëri e re dhe revolucion. Më pas nis marshimi deri tek kryqëzimi tek Ministria e Brendshme, sërish qytetarët u mblidhen aty dhe me megafon organizatori Arben Kola organizon pra qytetarët protestues dhe nisin marshimin e tyre në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë me thirrjet Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg, Shqipëri e re dhe revolucion. Këto janë thirrjet më të shumta të qytetarëve protestues në 42 protestat e mëparshme dhe më pas zhvendosen në bulevardin Dëshmorët e Kombit, poshtë zyrës së kryeministrit Rama, ku qytetarë të ndryshëm të organizuar nga grupe organizator mbajnë fjalime të shumta deri në përfundimin e protestës pra përpara kryeministrisë. Më pas grupi organizator vendos itinerarin e marshimit protest në rrugët e kryeqytetit, ku qytetarë të shumë vijojnë marshimit pra sipas itinerarit të vendosur nga grupi organizator, por ky marshim protest ka sjell dhe procedime të shumta penale të qytetarëve protestues. Në të gjithë protestat në total kemi mbi 160 procedime penale, pasi policia akuzon për veprat penale pengimi i qarkullimit të automjeteve, manifestime të paligjshme dhe prishje të rendit të qetësisë publike, ku sipas policisë leja për zhvillimin e protestës është nga ora 19 deri në orën 22 dhe ky afat kohor i caktuar pra dhe i njoftuar nga protestuesit nuk është respektuar, po ashtu nuk është respektuar as perimetri i zhvillimit të protestës pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pikërisht ky mos respektimi i orarit dhe i itinerarit ditën e djeshme, kemi ndonjë deklaratë apo procedim nga policia? Në fakt andi në 4 protestat e fundit të zhvilluara pra nga qytetarët protestues, nga protesta e 38 deri në protestën e sotme pra të 43 që pritet të zhvillohet për pak minuta, policia e Tiranës nuk ka pasur njoftime zyrtare ku të njoftoj pra zyrtarisht janë proceduar penalisht qytetarë nga grupe organizator për veprat penale me manifestime të paligjshme, pengim të qarkullimit të automjeteve dhe prishje të rendit të qetësisë publike. Në fakt kjo strategji e policisë ka ndodhur
edhe më parë, ku policia për disa protesta nuk ka pasur procedime penale, por më pas janë rikthyer sërish to procedime penale duke referuar materialet në prokurori, siç e thash, në total nga të gjithë protestat e zhvilluara kemi mbi 160 procedime penale, ndërsa qytetar të proceduar penalisht janë mbi 70, pasi ka dhe qytetarë që janë proceduar më shumë se 2 herë gjatë zhvillimit të protestave përpara kryeministrisë dhe më pas në marshimin protestë. Sipas policisë së Tiranës, qytetarët procedohen penalisht për shkak se marshimi protestë në zhvilluar pa leje dhe pa u njoftuar, pasi pengon qarkullimin e automjeteve dhe leja është dhënë vetëm për zhvillimin e protestës në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Masat e marra nga policia, vrehet prani e policisë rreth e rrotull dhe qarkullimi vazhdon normalisht? Po, Andi, vijon njëjta masë e marrë nga policia e shtetit si dhe në protestat e mëparshme, ka një numër të pakët efektivës policie, më shumë efektiv të forcave të rendit, të cilët vendosen përpara kryeministrisë, si dhe në protestat e mëparshme. Efektiv policie me grupe më të mëdha në numër, qëndrojnë në distancë pra larg protestës për të ndërhyrë në rast të nevoje, por në 42 protestat e zhvilluara nuk ka pasur nevojë për ndërhyrjen e policisë së shtetit, pasi protestat përpara kryeministrisë kanë qenë paqësore dhe numri efektive të policisë të angazhuar për mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë në këtë protestë ka qenë i pakët. Forci do të jenë të zgjedhur rastësisht apo do të jetë një profil, siç ka ndodhur në disa protesta të mëparshme? Pritet të jetë i njëjti skenar i zhvillimit të protestës edhe ditën e sotme, siç ka ndodhur pra edhe në protestat e mëparshme. Do shohim dhe do dëgjojmë pra fjalimet e qytetarëve përpara kryeministrisë, ku ato japin dhe mesazhe të shumta, por japin dhe mesazhe për mënyrën se si do zhvillohet protesta në vijim dhe për itinerarin në zhvillimin e protestës, marshimit protestë, por edhe në protestat e tjera pra në ditët në vijim, cili do të jetë mesazhi dhe kërkesat shtesë të qytetarëve protestues, ku kemi parë që kërkesa kryesore e tyre është dorëheqja e kryeministrit Rama. Qartë, edhe pse jemi akoma në fillim, pra akoma nuk janë zhvendosur drejt kryeministrisë, por gjithsesi e ke një panoramë duke krahasuar me 42 protestat e mëparshme. A vjet re i njëjti ritëm pjesëmarrës apo ka një ndryshim në terren? Në fakt, duke parë pra protestat e fundit, të paktën zhvillimin e 10 protestave të fundit, nga protesta e 32 deri në protestën e 42 pra radhazi, në këto ditë ka qenë pothuajse i njëjti numër pra protestuesit në 10 protestat e fundit, po ashtu dhe në protestën e sotme pritet pra që të jetë po i njëjti numër i qytetarëve protestues që ka qenë në 10 protestat e fundit, duke parë dhe faktin që temperaturat janë të larta dhe ndodhemi në një sezon pra në korrik ku qytetarët shumica mund të jenë edhe me pushime. Në këtë moment Andi ka nisur dhe marshimi i qytetarëve nga shesi Skënderbej për të mbërritur në kryqëzimin tek Ministria e Brendshme, më pas do ndalojnë këtu për të zhvilluar më tej marshimin me thirrje të Rama jep dorëheqjen, revolucion dhe Shqipëri e re. Siç duket edhe nga pamjet e drejtë për drejta, protestuesit e parë kanë nisur pra të afrohen në kryqëzimin pranë Ministrisë së Brendshme me flamurin kombëtar shqiptar në duar, po ashtu edhe me pankartat në duar me thirrjet Shqipëri e re, revolucion, Rama jep dorëheqjen, po ashtu dhe me pankarta kundër zhvillimit të koncertit që u mbajt ditën e dieshme pra në kasharë të këngëtarit të Kanye West, ku pankartat e shumta të qytetarëve janë që ato rreth 4 milionë euro që janë investuar pra sipas tyre, sipas qytetarëve nga qeveria për mbajtjen e këtij koncerti, duhet pra të përdoreshin për shëndetësinë dhe fushat të tjera ku qytetarët kanë më shumë nevojë. Qartë. Me aq sa keni vëre në këto 43 minuta, ka ndonjë element të ri në organizimin e protestës sotme apo është pothuajse e njëjta si në 42 protestat e tjera? Është pothuajse e njëjta
njëjti skenar si në protestat e mëparshme, pra tashmë qytetarët u afruan në kryqëzimin tek Ministria e Brendshme, grupi organizator për pak minuta, rreth 5 minuta qëndron duke i dhënë udhëzimet me pankarta në duar dhe me thirrjet e tyre të përhershme, pra, dhe më pas do nisi marshimi i tyre në drejtim të kryeministrisë për të zhvilluar protestën e tyre të 43 radhazi. Ikli Çelmeta të falenderoj dhe të uroj punë të mbarë. Dy aksidente brenda pak orësh në aksin Gjirokastër Tepelen, sipas informacioneve paraprake dy automjete janë përplasur me njëra tjetrën duke shkaktuar dëme materiale dhe disa personat plagosur. Në vendngjarje kanë mbritur me njëra ambulanca, shërbimi sqarfikës dhe forcat e policisë, të cilat kanë ndërhyrë për të dhënë ndihmën e nevojshme personave të përfshirë në aksident dhe për të siguruar zonën. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të përplasjes. Ndërkohë, më herët në vendin e quajtur Kthesa e Virojt, një motociklet është përplasur me një maune. Si pasojë e goditjes së fortë, drejtuesi i motorit ka psuar dëmtime të mëdha. Burime nga vendngjarja bëri mendje se shkaki i përplasjes të këtij incidenti ka qenë futja e motocikletit në korsinë e gabuar, ku po udhtonte mjeti i tonazhit të rënd. 34 vjeçari është transportuar me helikopter drejt Tiranës për mjekim më të specializuar dhe momentalisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje ndodhet policia për të zbardhur dinamikën e plot të këtij aksidenti. Shikues të nderuar, ishte gjithçka për të flesh informativ, ju kujtoj për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare radio.clem.com. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.